nga Zvicra direkt për në Kosovë. Kjo për të ndjekur seancën gjyqësore që u mbajt për të vërtetuar pronësinë e parcelës në të cilën Fahim Hoti ka ndërtuar tashmë shtëpinë. Në ortakoll të Prizrenit ai gjatë vitit 1999 thotë se e bleti atë parcel nga drejtori i gjeodezisë atkohë në Prizren Kadri Ukimeri. Sipas Fahim Hotit, Ukimeri ja kishte shitur përmes një kontrate që e mbante në nënshkrimin e Zoran Garić. Fahimi tregoi se 10.000 marka ja kishte dhënë Kadri Ukimerit për këtë tokë dhe pazarin i kishin bërë në praninë e disa personave dhe familjarëve. Më vonë lindi edhe një problem tjetër, kjo pasi doli edhe një blerës tjetër për të njëjtën parcel. Angel Çollaku pretendon se për 120.000 euro, pas vitit 2000 me ndërmjetësimin e Adem Nreca ja bleu tokën serbit Zoran Garić. Për këtë Keks Kosova në maj të 2025 pati treguar rrëfimin e Angel Çollakut për këtë histori. Në seancën gjyqësore që u ftuan të gjitha palët për të zbardhur rastin, pas serbit edhe Fahim Hoti i u përgjigj pyetjeve të gjykatësit Leutrim Krasniqi në gjykatën themelore në Prizren. Unë parcelën e kam ble me datën 27/11/99. Kam ble nga Kadri Ukimeri, cilën më ka shit 10.000 marka. Atë ditë që kemi qenë, që kemi vë pazarin, janë dëshmitarët, cili ka qenë Azir Dakaj, Azir Dakaj që ka qenë pranishëm, cilin kanë njoftu me Kadri Ukimeri. Azir Dakaj. Me A me H. Hazir. Dakaj. I cili edhe me ka njoftuar me shqipësin. Kadri Ukimerin. Prezent ka qenë edhe Muhamet Kacabashi. Edhe Vahim Ismet Hoti. Prezent ka qenë Muhamet Kacabashi. Edhe Vahim Ismet Hoti. Në shtëpinë e Kadri Ukimerit. Që sa ko jetë në shtëpi? Unë prej 2000 jetë. Dhe nga ajo kohë? Sot. Por kur e kuptoi Fahim Hoti që diçka nuk ishte në rregull, sipas tij i azun derën disa borxhlinë të Zoran Garić, të cilët i kërkonin ta lironin shtëpinë ose t'ua jepte 5.000 marka. Ndërkohë është paraqit 3 persona. Ata kërkuan parët për podromin. Dhe na këtë podrom e kemi marru, na. Thash unë nuk di gjatë tash. Unë shtëpinë e komplet pi Kadri Ukimerit. Plotse. Tha, e na kemi marru personi, tha, që kemi marru për Zoran Garićin, na ka premtu që janë nxjerrë 3 pasoshat. Kanë pas nevojë për pasosha ata. E ta më marru podromin. Tha, ose për ndryshe 5.000 marka mi pagu. Tha, as ne kanë nxjerrë, tha, pasoshat, as ne kanë 5.000 marka, kurse ata kanë marru me material vetin krejt. Ky nuk ka dhënë as një cent. Basta aty në podrom. Edhe më detyruan mi pagu 5.000 marka, që mos me pas probleme. Fahimi teksa i përgjigjet gjykatësit, tregon se si familja e tij vazhdonte të maltretohej nga personat që i thonin se shtëpia është e tyre. Në fund të vitit 2004-2005, se jam i saktë data, ka ardhur dikush e ka maltratu familjen teme, në s'kom qenë aty, isha në Zvicër. Ka ardhur dikush e ka maltratu familjen teme. Maltretuar. Shoqë në gjathnit. Edhe i kanë thirrë organet e policës,
policisë, fushia po dikush, Dhe i kanë thirrur policinë. e policia e ka atë proces. I kanë thirrur policinë për çfarë? Për shkak se i kanë matu, i kanë tranu familjen teme, dikush ka ardhur ka thënë shtëpia jam shëmna. Kush nuk e di, ha? Nuk e di, këm bo pyetjen policisë, kanë tregua. Edhe du me ditë se kush është. Fahimi nuk u pyet vetëm nga gjykatësi, madje edhe nga vetë avokati i tij Durim Nevzati, i cili pyeste se pse i kishte besuar Kadri Ukimerit. Besuar se vetë ishte në institucionet, dike Kam besuar ka pasi thonë, njëri ishte drejtor katase shka ka qenë. Drejtor, a? Drejtor jurist e ka, drejtor nuk e di. Jo na dos. Ka Katase, të thonë do të deklaru, jo. tash Drejtori nuk e di. Cëllën me shutash. drejtor, Qashtu. Fahimi tregoi edhe arsyen pse nuk i kishte rregulluar dokumentet për pronësinë e pronës. Ai tha se kishte kërkuar një gjë të tillë. Mirë po, Kadri Ukimeri i kishte thënë që s'mundet për shkak të mos funksionimit të administratës atë kohë dhe se Zorani nuk figurohet në sistem si pronar pasi e kishte humbur të drejtën në vitin 1994. Derisa avokati paditësit Florem Shefqeti e ballafaqoi me disa pyetje Fahim Hotin. Sipas tij, inspektorati komunal ja kishte ndërprer punën qyshmoti. Ajo kujtohet, Se ka me dhun. në vitin 2000, kur a kanë dalë në terren, për ndalim të punimeve, tek ju, drejtorati për punë inspektuese. S'ka vendime të sancionit se janë kontestuar. Çdo po du me pyetje, kam se të tash në prezencën A di ditë konkretisht apo? Okej. Se biç jam të gjeni Për s'ka ka me mua. e qartë. A më mja prezentu? Që Po. të bale? që kam të. Po, para sy. A është këtë në nëshkrimi i ju? On është një shkimi të procesë verbale, po. Kjo është e sakt, kanë qenë, më konë vetë prezentën të, Po është në shkrimin dhe unë kam qenë prezent. pra, edhe Tratimin e atij procesë verbale. punimet nuk janë ndërprer. Pse ja tregova kontratën që kam ble prej Kadri Ukimerit. Përfundi pyetur nëse ka komunikuar me Zoran Gareq, ai është përgjigjur me po. Kiks Kosova, kur e kishte transmetuar këtë histori më 8 maj të 2025-s, patëm tentuar të merrnin versionin e Fahim Hotit. Përmes një thirrje telefonike, ky i fundit nuk ishte pranuar që të flasë. Versionin e tij e kishte dhënë avokati Durim Nevzati, derisa për klientin e tij kishte thënë që për shkak të gjendjes shëndetësore nuk ka mundur të deklarohet.